respektivisht të shtyrjes së certifikimit të rezultatit. Pra, vetëm çka duhet të bëjmë është që të presim, përfundoj procedura e ankimimit në këtë rast, nëse eventualisht ka ndonjë ankesë për këtë rezultateve të deri tanishme, të shpallën rezultatet përfundimtare, të bëhet certifikimi i zgjedhjeve dhe pastaj menjëherë të nisim procesin e thirrjes së mbledhjes konstitutive të kuvendit, zgjedhjen e trupave të kuvendit, zgjedhjen e kryetarit të kuvendit apo kryetarës dhe votimin e qeverisë së Republikës së Kosovës, që pastaj të vazhdojmë me votimin e buxhetit të Republikës Kosovës, çka është edhe për momentin urgjenca më e madhe që kemi aktualisht. Patjetër që po, sa më shpejt aq më mirë. Mjaftueshëm kemi humbur kohë. Viti i kaluar ishte viti i humbur për Kosovën për shkak të bllokadës politike, gjithsesi është tashmë çështje që ka përfunduar dhe uroj që shumë shpejt të ta kemi konstituimin e kuvendit, konstituimin e qeverisë. Të në mbeten opcionet e hapura, natyrisht zonja Osmani, çështja e kandidaturës së saj, edhe ajo do të trajtohet, por se pa u mbledhur forumet tona vendimarrëse, nuk është se mund ta them ndonjë qendrim zyrtar televiziv të vendosur sa i përket çështjes së presidentit. Çka është për ne më rëndësishme është që ta kryejmë këtë randën e gjërave që unë theksova dhe pastaj kur vihet tek puna e propozimit të emrit të presidentit, besoj se gjithë të jemi në një uri. Nuk është se kemi diskutuar për gjë, mirë, po rezultati i fundit që kemi marrë nga zgjedhjet e 28 dhjetorit, tashmë neve na jep një mandat për qeverisje të vendit pa pasur edhe nevojën që të kemi ndonjë marrëveshje për bashkëqeverisje, mirë, po nuk është se kemi vendosur këtë punë, do ta diskutojmë në forumet tona të mbrojtshme. Aktualisht kemi 57 deputet, mjaftueshëm që së bashku me minoritetet jo serbe ta kemi një qeveri stabile. Nuk është se ka ndonjë kontakt kështu zyrtar, mirë, po i shohim çdo ditë deklaratat e tyre, pra përfaqësuesit e partive nga komunitetet jo serbe, tashmë deklarohen në mbështetje dhe në votim të qeverisë së Republikës së Kosovës, dhe konsideroj që nuk do të ketë ndonjë pengesë në këtë drejtim. Po kërkesa në vetvete ka absurd, është një absurd, sepse pozita e presidentit është mjaft politike dhe ne nuk mund ta gjejmë një person i cili është politik. Pra, sa i përket çështjes së neutralitetit kemi këndvështrime të ndryshme rreth kësaj. Por gjithsesi, po natyrisht është shumë legjitime që ata të cilët pretendojnë pozitën e presidentit të fillojnë në një farë mënyrë një fushate për me marrë mbështetje nga deputetët e Kuvendit të Kosovës, për shkak se janë deputetë e Kuvendit të Kosovës, ata të cilët e votojnë me zgjedhjen presidentin e Republikës tonë, nuk ka diçka të keqe këtu edhe nëse zonja Osmani angazhohet në këtë drejtim.